Sot në ditën e fundit të muajit të agjërimit, në xhaminë e Sahatit në Gostivar, u bë duaja e hatmes nga mukabelja qendrore që është realizuar në këtë xhami gjatë të gjithë Ramazanit. Në fakt, 30 hafiz të Kuranit mblidhen në të ashtu quajturën sofra kuranore për të lexuar ajetet e fundit të librit të shenjtë të besimtarëve, duke e kurorzuar këtë formë adhurimi me duan e hatmes, e cila finalizon një rrugtim kaq të begat shpirtëror, i cili simbolizon edhe përmbylljen e të gjitha aktiviteteve të Ramazanit. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده فجعلهم كعصف مأكول ولا أنتم عابدون ما أعبد ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الله أكبر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة سبحان ربي العلي الأعلى البهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن ليكون شفاء وهدى للعالمين. Një ndër adhurimet më të lavdëruara gjatë muajit të Ramazanit është lidhja me Kuranin, pasi ky muaj njihet ndryshe edhe si muaj i shpalljes së tij. Transmetohet se një praktikë e tillë është ndjekur edhe nga i dërguari i Allahut. Andaj, në nder të kësaj tradite dhe me ftesë të muftiut të Gostivarit, i pranishëm ishte edhe kreu i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Shaqir Fetahu, i cili u bë pjesë e këtij aktiviteti të veçantë në përmbyllje të Ramazanit. Si çdo vit, por në këtë vit vërtet muftinia e Gostivarit, në krye me muftiun Haxhi Sabaudin Efendi Zendelin, vërtet kanë qenë të pandalshëm, aktivistë të mëdhej, me program mirë të caktuar në të gjitha sferat e aktiviteteve të ndryshme, duke filluar nga xhamit, pastaj mjetet e informimit, ligjërata të ndryshme, në veçanti ligjëratat e gjinis femrore, medresantet e medresës së Gostivarit, vizitat që i kanë bërë në teritorin e muftinis, vërtet është për çdo lavdat, vetëm lusë Allahun fuqiplot që t'i shpërblej muftiun me bashkëpunëtorët e tij, si dhe me të gjithë ju për aktivitetet që i kanë bërë gjatë muajit të Ramazanit, duke i dhënë një përmbajtje të veçantë dhe një përmbajtje të shenjtë këtij muaji të bekuar dhe duke përçuar zërin e tyre, fjalën e Zotit, fjalën e Muhamedit alayhis salam deri te familjet besimtare, dhe nuk ka qenë rastit që këtë vit edhe xhamati në territorin e Gostivarit ka qenë më masovik dhe më i disiplinuar. Ndërkohë, muftiu i Gostivarit Sabaudin Zendeli theksoi se sofrat kuranore gjatë ditës së sotme do të shtrohen në të gjitha xhamitë e territorit të muftinisë së Gostivarit, duke përmbyllur këtë rrugtim shpirtëror me duat e hatmeve nga mukabelet e bëra gjatë këtij muaji të bekuar. Ai uroi që besimtarët përmes veprave të tyre gjatë këtij muaji të kenë arritur kënaqësinë e Allahut. Sot këtu në ditën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit në xhaminë e Sahatit, muftinia e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar përmbyll
aktivitetet e saj, respektivisht plan programin e parapar të aktiviteteve gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Por kënaqësia e veçantë është që sot bashkërisht me gati 30 nënpunës fetar, të cilët gjatë muajit të Ramazanit kanë lezuar mukabele, dhe sot bashkërisht me prezencë të Reisul Ulemas dhe me gjithë kolegët hoxhallar dhe në prezencë të besimtarëve të xhamisë Saatit të bëjmë duan e kësaj hatme. E dyta, sot gjithashtu përfundon mukabelja në të gjitha xhamit e territorit të Muftinisë së Gostivarit. Sonte muslimanët shënojnë natën e fundit të Ramazanit 2026, ndërsa nesër është dita e Bajramit. Uroj që vlerat dhe praktikat e vyera të këtij muaji të shenjtë të bëjnë pjesë e përditshmërive tona.